Një protestë që parrullun ka Zvërnec, por po t'i heqësh emrin Zvërnec dhe t'i vësh emrin Coca-Cola apo Red Bull, duket si një event festiv i një kompanie, po nxitet edhe më tej nga burgu i Durrësit dhe stafi i kryebashkiakut Erion Veliaj. Ky event, të mërkurën, është kthyer në një situatë provokuese me vajtjen e protestuesve në selinë e dy partive kryesore në vend, dirigjenca e qartë e një aleance Veliaj-Qori. Në këtë event protest është edhe dora e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i arrestuar për 5 vepra të rënda penale. Njerëzit e Erion Veliajt, grupet e tij të organizimit në bashki, janë përfshirë në nxitjen e pjesëmarrjes së njerëzve në këtë protestë, duke arritur deri aty sa disa prej personazheve të sponsorizuara nga Erion Veliaj dhe vëllai i tij Arbër Veliaj bërtisnin në shesh lironi Erion Veliajin. CNA ka bërë një vëzhgim të thjeshtë, ne mblodhëm postimet e disa personazheve publike që bëjnë thirrje për protestë, disa të drejtë për drejtë, disa të manipuluar dhe të nxitur nga komentuesit. Komentues të cilët vijnë nga call centera dhe grupime me individësh që lidhen sa me Arlin Qorin dhe sa me Erion Veliajin. Këta komentues u bëjnë komente të shumta dhe u dërgojnë dhe mesazhe këngëtarëve dhe personave publik duke kërkuar të dalin masivisht në protestë dhe të bëjnë thirrje për pjesëmarrje, si dhe të jenë vetë prezent fizikisht sa më shumë në tubimet përpara kryeministrisë. Ne më poshtë po sjellim videot dhe fotot për çdo personazh që kemi verifikuar, të cilët 3 vite më parë ishin mbështetësit publik të Erion Veliajt në zgjedhjet lokale të majit 2023. Janë individ të paguar nga kompanitë e Arbër Veliajt dhe mund t'i gjeni lehtësisht në reklamat e Ajkos. Ata që i paguan Arbër Veliaj për reklama dalin dhe bëjnë thirrje për protestë, ata që mbështetën Erion Veliajin 3 vite më parë për të rizgjedhur kryetari i Bashkisë Tiranë për të vazhduar misionin e tij me korrupsionin, bëjnë thirrje për protestë. Ata që shkuan e puthin në ball dhe derdhën lot në gjykatën administrative disa javë më parë, tani bëjnë thirrje për protestë. Le t'i marrim me radhë besnikët e Erion Veliajt. Aktoria Olta Gixhari, sapo doli nga Big Brother VIP Albania, u fal tek Erion Veliaj, doli publikisht dhe bëri thirrje për të votuar Lalin. Këto ditë ka dalë në protestë bashkë me djalin e saj. Kundër kujt proteston Olta Gixhari? Kundër Edi Ramës apo kërkon të lirohet Erion Veliaj? Personi tjetër, Ardit Çuni, e pam në gjykatën administrative bashkë me Ariola Demirin, u kuputu në shpirt për zdromsin e tyre. Moderatori Isli Islami, i cili paguhet nga Arbër Veliaj për reklamën e Ajkos, bëri thirrje për pjesëmarrje në protestë. Gazetarja Mira Kazhani, në postimin e saj në rrjetet sociale, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e organizuar gjatë këtyre ditëve. Kujtojmë se Kazhani ka qenë një nga njerëzit pranë Veliajt. Sjellim në vëmendje këtu edhe rastin e 6 viteve më parë, ku u bë publike se Mira Kazhani mbante edhe një post në Bashkinë e Tiranës si këshilltare tek ujësiellës kanalizimet. Një tjetër figurë publike që ka dalë në mbështetje të protestës është këngëtarja Marcela Çibukaj. Dhe kjo një tjetër mbështetëse e Erion Veliajt, madje ai sa disa vite më parë deklaronte se mburrejt e miqtë e saj të huaj për punët e bëra nga kryebashkiaku i Tiranës. Çdo vit sa herë që ata apo miqtë e mi italian vi këtu, jam gjithmonë e më shumë krenare se i tregoj një rrugë që është bërë më mirë se vitin që shkoi, një çerdhe më afër shtëpisë se çka qenë një vit më përpara. Kam qejf të mburrem para miqve të mi të huaj, ka deklaruar këngëtarja në vitin 2022. Moderatori Albana Osmani është një tjetër figurë publike e dalë në mbështetje të protestës. Osmani gjithashtu një mbështetëse e Erion Veliajt. Le të kthehemi pas në kohë. Vetëm një vit më parë, në periudhën kur Erion Veliaj u arrestua, Albana Osmani deklaronte se e mbështeste Lali në emër të parimeve, si një qytetare e ndërgjegjshme dhe e paanshme politikisht, e cila nuk ka ndërtuar kurrë karrierën mbi interesat e politikës. Qëndrimi im sot nuk bëron nga përfitimi apo aleanca, por nga një parim thelbësor. Drejtësia dhe integriteti nuk duhet të maten me impulsin e turmave, por me fakte dhe të vërtetat. Unë nuk i përkas asnjë force politike, nuk kam kërkuar e as përfituar ndonjë favor. Sot zgjedh të mbështes Lalin, jo si një akt besnikërie personale, por si një deklaratë të parimeve, ka deklaruar Osmani pas arrestimit të Veliajt në vitin 2025. Ka edhe raste të tjera të njerëzve të Erion Veliajt apo të paguar nga kompanitë e reklamave të vëllait të tij, Arbër Veliaj, që këto ditë kanë bërë thirrje për mbështetje të protestës. CNA do të vijojë të sjellë çdo ditë emra të tjerë njerëz të Erion Veliajt apo të paguar nga kompanitë e vëllait të tij, Arbër Veliaj, që dalin dhe në mbështetje të protestës.